Punimet për ndërtimin e aksit rrugor Elbasan-Rogozhin, një nga segmentet më të rëndësishme të korridorit 8, po avancojnë me ritme të qëndrueshme, ndërsa realizimi fizik i projektit ka arritur tashmë në 87%. Ky aks konsiderohet një investim strategjik për infrastrukturën rrugore të vendit, pasi do të përmirësojë ndjeshëm lidhjen mes Shqipërisë qendrore dhe korridoreve rajonale të transportit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, gjatë një inspektimi në kantierin e punimeve, bëri të ditur se në 6 fazat e para të projektit, pothuajse kanë përfunduar të gjitha veprat e artit, përfshihurat nënkalimet, mbikalimet dhe strukturat mbështetëse. Ai theksoi se puna po vijon sipas grafikut të parashikuar, ndërsa në segmentin Papër Uraj Grykshit, faza e dytë, ka nisur tashmë punimet për shtrimin e shtresave asfaltike, një nga fazat përfundimtare të realizimit të projektit. Paralelisht me asfaltimin, ekipet po punojnë edhe për vendosjen e elementeve të sigurisë rrugore, si barrierat mbrojtëse, sinjalistika horizontale dhe vertikale, ndriçimi në segmentet e nevojshme, si dhe sistemet e kullimit të ujrave me synimin që aksi të përmbush standardet bashkohore të infrastrukturës rrugore. Sipas ministrit Karakaçi, përfundimi i këtij investimi do të sjellë një sër përfitimesh të drejtpërdrejta për qytetarët, bizneset dhe transportin e mallrave. Ai nënvizoi se aksi i ri do të reduktojë ndjeshëm kohën e udhëtimit mes Elbasanit dhe Rogozhinës, do të ulë kostot e transportit dhe do të rrisë nivelin e sigurisë për përdoruesit e rrugës. Përfundimi i këtij aksi do të sjellë përfitime të shumta për qytetarët dhe bizneset, do të shkurtojë kohën e udhëtimit rrugore dhe do të mundësojë lidhjen më të shpejtë, më efikase me zonave përreth, duke nxitur zhvillimin ekonomik e duke lehtësuar lëvizjen e njerëzve dhe mallrave, u shpreh ndër të tjera ai. Aksi Elbasan-Rogozhin është pjesë e korridorit 8, një projekt me rëndësi strategjike për Shqipërinë dhe rajonin, pasi lidh portet e detit Adriatik me ato të detit të Zi, duke krijuar një korridor modern transporti që pritet të rrisë shkëmbimet tregtare, turizmin dhe zhvillimin ekonomik. Përfundimi i këtij segmenti do të përmirësojë ndjeshëm aksesin në zonat përreth e do të shërbejë si një nyje e rëndësishme lidhëse për rrjetin kombëtar dhe ndërkombëtar të transportit.